Unë dua këtu të kujtoj edhe të falenderoj të Duar Trokas, djalin e zonës tuaj, mikun ton, Flogert Goriçani. Flogerti nuk është sot këtu, është larg për shkak se bijt e bijat e këtij vendi nuk mund të rrinë në vatrat e tyre gjithkohë, se u duhet punojnë, të jetojnë, por nga aty ku është, po punon me ne për ta çuar përpara këtë që po bëjmë. Me djem dhe vajza televizjes tonë, por jo vetëm, kemi 54 ditë, sot hymë në të 55-ën, që i rrim poshtë zyrës njeriu që erdhi si shpresë e madhe për shqiptarët, por do mbahet mend si njeriu që krijoi bandën më të madhe që ka vjedhur ndonjëherë këtë popull dhe këtë komp. Pse është e rëndësishme qëndresa aty? Qëndresa aty është e rëndësishme sepse sikur dhe një njeri të jetë që e thot të vërtetën me zë të lartë, duke u thënë po na vidhni, jeni hajdut, është zëri një populli të gjithë, një populli të shtypur dhe të vuajtur, që duhet të ngadhnjejnë mbi hajdutët. Jemi aty për t'u treguar sa herë kalon dhe sa herë kalojnë që ne nuk kemi frikë. Ne nuk e pranojmë më vjedhjen. Ne nuk pranojmë më pazaret e tyre. Ne jemi duke organizuar përballë tyre, duke ndërgjegjësuar njerëzit dhe kemi organizuar deri tani 3 protesta pa ndalim të mëdha, të cilat po vinë dita ditës në rritje. Nesër është e 4-ta dhe ne urojmë e shpresojmë që dhe këtej nga Roskoveci do të ketë pjesëmarrje nga gjithë qytetet e gjithë Shqipëria, që gradualisht me qëndres të çohen përballë atyre që na shtypin, na vjedhin dhe me zhduket gjejnë guximin edhe të na tajnë. E ndoqët sot kryeministrin e vendit në Divjak me fermerët që i marrin aty, e dini ju si i marrin, dhe kur një njeri i lirë në atë sallë guxoi dhe i tha të vërtetën, ky me një arrogancë të pashoqe guxoi dhe i thoshte ulu ti, thoshte, sepse nuk e do të vërtetën. Shqetësohet shumë nga e vërteta, se është mësuar me servilet rreth vetes dhe ata që në këtë fazë duhet ulnin kokën, pasi janë kapur gafil duke na vjedhur, gafil. Zëvendës kryeministria që ai kishte sot në krah, Belinda Bauku, është kapur duke deformuar 53 miliard lek. Janë aq lek sa ju të gjithë bashkë këtu, edhe sikur të nisni sot t'i numëroni, do të duhen 10 jetë e nuk përfundoni së numëruari. 53 miliard lek e kish ulë në krah. Dhe pasi një njeri i lirë nga ata fermerë të cilit unë Duar Trokas dhe e përshëndes, guxoi dhe i tha të vërtetën. Dhe i tha të vërtetën, ai i thoshe ulu ndërkohë që do duhet të ulnin kokën dhe të mos dilnin më rrugëve të atë, se janë kapur në hajdutrin, në vjedhje të lekëve të këtij vendi. Po ne e kemi ditë që ky vend vjedhet, të gjithë. Por nuk ishte ndodhur më para të dokumentoj dhe të dilte nga drejtësia me dokumenta, me mira faqe, që vidhemi dhe këta të kenë paturpsin që të përdorin dhunë. Besoj e keni ndjek nga interneti se si rezistencën paqësore të djemve dhe vajzeve që i kanë vënë përballë zyrës të vërtetën duke i thënë hajdut, e kanë lënë 54 ditë në temperatura edhe në -7 gradë, pa tënd, pa çadër, pa plasmas. Sulet lukunia e policisë me qindra policë kundër 10 metrave katror plasmas, sepse ata nuk kanë shqetësim bandat, krimin, vjedhjen, hajdutët, po kanë shqetësim qodhe një njeri të vetëm kur u thot që na vidhni. Siç sot ai fermer me dinjitet u guxoi dhe u tha të vërtetën dhe ju turrën dhe i than ulu dhe mos fol. Dhe kjo është e vërteta e madhe. E keni parë ju se si 500 policë kish sjell kundër protestuesve të ndershëm që i arrestoi dhe që ne e rrëzuam në gjykat duke e shpahur të gjitha arrestimet të paligjshme. Dhe i kemi bërë me dije gjithë ndërkombëtarëve, gjithë organizmave, gjithë ambasadave, rënien e fasadës së Edi Ramës që bënte si njeri modern. Ai që në bulevard ndërtoi çadër me qindra metra katrore, mbani mend ju. Ai tashmë nuk lejon njerëzit të mblidhen dhe të protestojnë kundër tij, sepse e ka kthyer Shqipërinë në një shtet policor dhe fshihet pas 83 mandateve. Mendoni ju se ai ka më 83 mandate sot pas i ka dalë vërtet në shesh?
A mendoni ju se ai ato 83 mandate i ka marrë mbi vullnetin e lirë të qytetarëve, apo ka vjedhur, ka bler, ka kërcënuar me sportve? A duhet ne të bëhemi të gjithë bashkë për ta kundërshtuar dhe rrëzuar këtë pushtet? Forca! Ata menduan se mes Baltës do na ndalnin dhe ju jeni dëshmitar të Baltës që shedhur ndaj meje. Ata menduan se përmes tradhtisë së Gjiç Merimangës, që ua kam thënë në verë kur erdha këtu dhe doli e vërteta, apo s'doli? A u thash që është kjo pazari? Po, pas i erdhim qershor për të bërë pazare, për të joshur ne dhe ne gjetëm guximin t'i thoshim jo, sepse kishim para syve tanë sytë tuaja, zëmrat tuaja dhe nuk donin të tradhtonin. Shkoj dhe përmes Gjiç Merimangës na vendosin ne në kushet e tradhtisë, duke hedhur baltë dhe arte poshtë gjithë analistët. Më thoni ju mua, në pikë të verës, u mblodhën të gjithë thidhin baltë ndaj nesh për një skem që regjizor ishte Edi Rama. Më thoni ju mua, keni parë ju të mblidhen studio dhe analistët të diskutojnë mbi vjedhjen e Belinda Baukut këto muaj? Pse heshtin? Heshtin se marrin parat e vjedhjes që u shbër lekëve të ilaçeve të këtij vendi. Pse heshtin? Sepse lekët e subvencioneve që duhet vinin të ju janë lekët me cilat bien analistët mbrëmjeve në këtë televizion dhe në atë televizion. Pse heshtin? Sepse e vërteta e këtij populli nuk do të ndalet dhe ne sot me krenarim më të madhe vim këtu. Unë u shoh në sy dhe ju them, ndihem krenar që nuk pranuam as postin e zëvendës kryeministrit, as ministrat të rrinë të korruptuarit më njanë, populli bashkë kundër tyre. Dhe, si thot populli, i drejti zhytet, por nuk mytet. E drejta do dalë, populli do triumfoj. Dhe kanë nxjerrë këtë teorinë të na kompleksojnë ne, se gjasmes duhet të bëheni me këtë e me atë. Unë ju them sot nga kjo sallë, i madh e i vogël, socialist i zhgënjur, a demokrat që ka 13 vite në opozit. Shqipëria bëhet a partit të tjera, musliman atë krishter, të shkurtër atë gjatë, të gjithë duhet jenë bashkë tashmë në shesh, kundër Edi Ramës dhe klikës që na ka marrë pengë dhe po na shtyp. Kjo është një betejë që të rinjtë të mos ikin më, që gratë e këtij vendi t'i shohin fëmijët në shtëpitë e tyre. Kjo është një betejë që tokat punohen. Kjo është një betejë që ata që kanë blegtori të mos i therin më baktit e tyre se duhet vi qumshi nga Serbia, apo s'është kështu në këtë zonë. Kjo është një betejë që produktet tuaja të shiten dhe Ballkani hapur të shkojnë në kosht të mbeturinave, sepse vllaji i tij, Vučići, nuk duhet shes më në Shqipëri, ndërkohë që fermerët tanë nuk mbaj dot frymën e tyre. Kjo është një betejë për dinjitet dhe gjithë bashkë ne mund ta fitojmë. Po apo jo? Po apo jo? Po apo jo? Forca! Ndaj kini besim, nuk ka fuqi më të madhe se populli kur bashkohet. Mund ta ndalin përkohësisht përmes digave lumin, por lumi gjithmonë i çan diga dhe i tek kalon ato. Dhe unë ju them, ky popull nuk mund të rrimë më pengë ajdutve. Ky popull duhet të organizohet. Ky popull duhet bëhet bashk dhe të gjithë bashk duhet sjellëm një epokë të re, epokën e dinjitetit, epokën e Shqipërisë moderne, epokën e njerëzve që nuk nënshtrohen dhe nuk kanë më frikë. Ndaj jam sot këtu 54 ditë pa ndalim. Forcat bashkohemi nesër dhe të mos ndalim derisa të ikim. Nesër në orën 6 në Tiranë, të gjitha ata që na ndjekin në Tiranë në shesh, dita ditës pa u ndalur përballë atyre që na vjedhin. Boll më këta të tallen, këta të peshojnë para tuaja, se nuk i numërojnë më, i peshojnë. Ndërkohë që ju nuk keni lek në familjet tuaja. Këta tallen me lekët e këtij vendi, ndërkohë që nuk ka ilaçe në spitale.
Ndërkohë që produktet tua e kalbe në fusha, isha nimsht, nuk e keni largë besoj. 15.000 ton shalqiu kalb këtë verë, nuk u shit, sepse i gënjuen. E një ta gjë ndodhë të Dimal, atje ku përmbytën për shkak të prurjeve të lumit që ata hapën. 0 lek morën, 0 lek. E një ta gjë ndodhi në Konispol, në Zarë, e ata jugorët e mi aty, që u lanë 50.000 ton mandarina, ja u lanë në pemë, sepse akë uja e kapur nga bandat. Nxori një lajm që gjasme ishin me pesticide, se e dini ju qa bëjnë. Oligarkia importit në këtë vënd, nxjerr lajme dhe unë i qova një shkres aku, si thash, mirë ju pas keni kap mandarina me pesticide. Po na tregoni, nga kanë ardhur këto mandarina, kush i ka prodhuar këto mandarina? E di cila që e përgjigja? Në mira raste që është importuar dhe eksportuar mandarinë në këtë vënd, vetëm 7 raste ishin kapur, vetëm 7. Dhe nga këto 4 ishin brenda vendit dhe 3 ishin nga importi. Dhe ndërkohë dëmi që i bën fermerëve atje poshtë ishte 30 milion euro. 50.000 ton herë 500-600 lek për kilogram, 25 dhe në 30 milion euro dëm. Dhe këshua bëjnë dhe juve. Ndaj, unë sot, me krenarin e njeriut që po lufton me këtë sistem, por dhe me plagët e një njeriu që lufton me këtë sistem, se nuk është e letë, çdo ditë ha thika, çdo ditë ha goditje, balt, spata pas koke, çdo ditë. Por nuk i shpreh se nuk dua që njerëzit demoralizohen. Çdo ditë, në 13 janar, kur që edhe dita e policisë së shtetit, festa, 3 herë kanë ardhur bandat e policisë së shtetit, ato zgjatime dhe krimit që kanë ka policinë e shtetit. Sepse në 10.500 polic, një 9.000 janë të ndershëm, por rreth 1.500 prej tyre janë përfaqësues të krimit brenda policisë së shtetit. 3 herë erdhën të natën, kanë dhunuar, kanë heq plasmasin në pikë të ftohtit, në pikë të shiut, sepse këta janë banda që nuk duan asnjëri ta ngre kokën. Por ne nuk mund të kemi frikë. Më mirë një ditë si Luana, se sa një ditë si Dele. Ne nuk mund të kemi frikë të jetojmë. Ndaj forca, jam i hapur për bashkëbisedimin, ju falenderoj nga zemra. Faleminderit. Ju ftoj nesër organizohuni në Tiranë.